Kjo fe vëllezër, sa e mirë është. Sa e bukur është. Po është dhe shumë delikate. Mazalla mund të punosh ton jetën. Vitet fundit, subhanallah, rëshqit. Edhe mundosh me ja boj qefin vetës me këtë rëshqit me argumente. Jo se ka thonë një filan dietar kështu, pranohet në kjo. Jo se ka thonë një dietar kështu, është dietar i madh, është i Arabi Saudite. Është i Qabës. Subhanallah, edhe bën një shimë fe, vetëm kur ta shikoni subhanallah që ki i ka ra ndesh ligjit Allahut. Duke u mashtruar që ka thonë një filan hoxh i Arabi Saudite e ka dituri. A e dini shembullin që ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Dërgon Allahu me lajket e azapit, e dënimit me dënu një vendbanim. Një popull. Se nuk i kishin ndjek rrugën e Allahu xhelle xhelalu e përpara Allahu i ka dënu, i ka shuj popujt tanë. Kurse nder dashuri për profetin sallallahu alaihi wasallam e kanë ngrit këtë provë në umetin e profetit. Për dashurisë profetit sallallahu alaihi wasallam edhe mirësi për ne. Edhe mirësi për ne që ne me qenë krenar që po e ndjekim këtë profet sallallahu alaihi wasallam. E ka dërguar Allahu xhelle xhelalu melekët e azabit e dënimit në një vendbanim. Me i dënu, ku kanë zbrit me lek me dënu këtë popull, i kanë thonë, o Allah, në këtë popull që ka një besimtar, që ka një që të adhuron ti, të bën ibadet ti, o Allah, si po na je urdhër me shumë e shdukret këtë vendbanim. Thotë Allahu xhelle xhelalu, bihi febdeu, ka thonë me ato e filloni. Njëri ta adhuron Allahu subhanallah, ti bëni ibadet me dituri, ka ardhur përgjigje për Allahu xhelle xhelalu, bihi febdeu ma ato e filloni. Ka thonë, Allah, pse? Të bën adhurim Allah, të adhuron ti, njëson ti Allah, pse me e fillu për ati? Se thot ai ka pa gjinahet, haramet, zemra nuk është ngurë, nuk është ngurësit një, nuk është ngushtu zemra pse shikon një haramet. Edhe për këtë unë jap një shembull subhanallah, sa dietar në Arabin Saudite, vendet islame ka subhanallah, ekzekutohen motrat e vëllezërit ton. Thonë jo, për ato që shkojnë me ndihmu, nuk lejohet me shku me ndihmu. Subhanallah, subhanallah, që është kjo dituri? A dituri është kjo? Me pas titull doktor, profesor, magjistër, nuk ka vlerë kjo magjistër të këto titull që ke. Ke dietar me dituri, thonë ato që shkojnë njën khawarij, njën tekfiri, kanë dalë pushtetarëve. Ato japin shpirtrat për Allah, shpirtrat me ndihmu muslimanët e muslimanet. Toka nuk i ban vendet e tjera, i lejnë pasurinë, nënën e babë. Gjithë më dashur këtë një pas imanit në Allahu xhelle xhelalu, i përgjigjen thirrjes Allahut. Ato akuzohen nga dietar, nga ato që marrin titull, ato janë tekfiri. A është dituri kjo? Me të vërteta person që Allahu xhelle xhelalu ka thonë bihi febdeu, me ato e filloni e ka merituar këtë dënim. I lutë në Allah, mos në dhuron dituri të kësaj cilësie, që i shikojnë musliman të ekzekutu lloj tërturash, ato thonë nuk ban me shku atje. O, robi Allahu, në qëfëse ti nuk të ka nderua Allahu, t'jesh i të vërtetës, pse i ndalon tjerë? Pse i ndalon ato që ja ka shit shpirtat Allahu, dhe jetën, pasurin, pse i ndalon me bo hajër? Pse të është ngurcu zemra ti, hesht ati ku je. Shtangë mos fol, lit paktën, livat lirë vllaznive të folin. Sepse me të vërtet sa vëllezër janë sprovuar me hoxhallar të tjerë, i kanë larguar nga e vërteta për në humbje. Ka thonë kjo nuk është rrugë e vërtet, kjo është rrugë e vërtet. Trish në vend tënd, trish tek shtjella, tek pasuria jote. Ti ngjish thirrjen e Allahu xhelle xhelaluhu. Subhanallah, thonë jo, nuk bën me shku atje. Pa kthej thikën nga vetja jote një herë. Që se ti të sprovon Allahu xhelle xhelaluhu kështu, a nuk shkon në herë mendja? Me thonë, o musliman, am keni thonë musliman ju që jeni lindje në perëndim, am keni konsideru vlla, pse zemrat nuk ju tronditen kur e dëgjoni thirrjen time, e thirrjen e motrave, po ato nuk e kthejnë thikën nga vetja e tyre. E Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i lartë madhërum, ka me isprovu në dynja para ahiretit. Në Siri, Allahu i triumfoft mujahidin e vëllezërit e ahli sunet kudo që janë. Në Siri ka qenë një që mbante flamurin e davetit
metodologjinë e vet. Edhe këtë bota islame ka qenë mashtruar nga e person. Mohamed Said al-Buti, që është njoft, ku ka fillu sprova e Siris, ai ishte që e ekte fetva Beshar, këtij qafirit, Beshar al-Asad. Thote, vërsulu, goditja ato që të kanë dalë kundra. A i bëni dobi kjo dituria ti? A i bën dobi kjo literaturë që ka shkujt sot e kësaj dite, ka libra që ka shkujt? Allahu Gjelle Gjelalu ja ka pranu duan Sheikh Albanit, rahimahullah, Sheikh Abdul Qadir Arnautit, që ka ndrujet, që ka gjumë prej Shqiprive, po japëm shembuj nga ditar bashkohor. Hoxh Zekeria thote subhanallah, kur i përmende Abdul Qadir Arnautit, Said al-Buti, thote ai nuk është buti, po thote një fjalë të rëndë për ato. I thoshin o hoxh, pse e bre thua çka çron? Thotë keni për t'ia parë përfundimin këtij, edhe me të vërtetë janë nxorri Allahu diftirsin. Janë nxorri Allahu kufrin para se të ndroni jetë. Edhe në fund, me ato që i përkrahu, ato e eliminu. Prandaj një njeri, nëse don më shumë se Allahu diçka në dynja, do të provohet në ato. Jusufi alayhis salam, nga bukuria që ja dhuroi Allahu xhele xhelaluhu, u sprovon bukurinë. Njerëzit që janë pasanik, që i kanë dhënë përparësi pasurisë, janë sprovon pasuri. Hamani, kohën e Musait alayhis salam, tha këtë pasuri, këtë biznes e kanë vendosur me djersin tim, me mundin tim. Është e përpiju Allahu xhele xhelaluhu ato dhe pasurinë e tij, tu e pa pasurinë tu është duk. Me ato që e doshti më shumë këtë njerëz provoi Allahu xhele xhelaluhu. Prandaj o Allah ne lutmi që ta bësh zemrën tonë dashurinë më të madhe për ti, e për fen tonë dhe për dërguarin tonë, edhe për muslimanët. Sepse me të vërtet krenaria vllazni është të kapësh për fesë Allahu xhele xhelaluhu, të duash Allahun xhele xhelaluhu, të duash dërguarin e tij dhe të hecësh për sinetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe ta duash fen islamet, kontribuosh këtë fe. Kjo është krenaria. Çdo njeri prej nesh i din mirë se kush janë esletul qabr, pyetjet e varrit. A ka ndaj pyetjet e vështër pyetjeve, kush është feja jote, kush është Zoti jot, kush është feja, kush është dërgumi. Qëse nuk kapesh për këto tre pyetje në dunja, s'ke mundësi me u përgjigj në hiret. Prandaj, o Allah, ne bëjmë për atyre që kontribuojnë për këtë fe. Me fjalë, me vepra, me pasuri, me jetën e tyre, me shëndetën e tyre, sepse me të vërtet ne jemi triumfuar. Feja Allahu xhele xhelaluhu nuk ka behu, edhe nëse ne nuk kontribuojmë. Me për sekreti është dhe suksesi është që nëse ti kontribon, fiton veten tënde, shpëton veten tënde në ahiret. Nëse ti neglizhon, dije se ti afrohesh largohesh larg xhenetit dhe afrohesh për afër dënimit të Allahu xhele xhelaluhu. I lutem Allahu xhele xhelaluhu të na bëjë prej atyre që i ndëgjojnë fjalë edhe i pasojnë më të mirat. I lutem Allahu xhele xhelaluhu të bëjë prej atyre që muslimanët e pakta, si ku ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, nëse ti e shikon një të keqe, edhe ke mundësi me ndru me dorë, ndroje me dorë. Nëse s'ke mundësi me dorë, me gojë, nëse s'ke mundësi me gojë, me zemër. Edhe kjo është imani më i dobët. Nëse ti vëlla i ndershëm, që ke prezantuar këtë mezhlis, nuk ke mundësi me kontribu për dinin Allahu xhele xhelaluhu me pasuri edhe me jetën tonë, me shëndetin tonë, ama me besimin më dobët, mos i harro vëllai me zemrën tonë dhe me dua. Kjo është e pakta. Kjo nuk kërkon pasuri, nuk kërkon kohë. Ti të ka nderuar Allahu me këtë fe që e fal namazin, vllaznit mos i harroj motrën tonë kudo që janë. Sepse me të vërtet rrethi mbase det na zenin e ne. Mbase nuk është shumë larg subhanallah. Sepse me të vërtet musliman që të kullohen, që të duken sinqertë do të sprovohen. Mbase nuk është larg në këto sprova që do të vinë në vendin tonë. E kudo që janë musliman, kur ti kthehen, fesë Allahu xhele xhelaluhu do të sprovohen. Prandaj mos jiti vëlla si ato hoxhallar që thonë, sepse me të vërtet sekretin këtë dynja nuk është me dituri, sa njerëz që posedojnë dituria kanë humb. Amo sekreti është me sinqeritet, sikur i përmendëm ajetet. Edhe me të vërtet Allahu shpëton ti në ahiret me sinqeritet, me dashuri për Allahun xhele xhelaluhu. Kanë qenë dietarë të hershëm, sultaneve, e mbretërve, e princave nuk ju afroshin fort. Ju largoshin, u dënoshin pse nuk ju afroshin sultanëve, e mbretërve. Pse? Sa ato e dishin se nëse shkon ke sultani, ke mbreti, ke presidenti, me ja bëj qefin, ai ta merr prej fes tonde e duron prej dunjas. E ti fundoni hup në hiret. Prandaj gjithmonë dietarët kanë pasur larguar sinqertit prej presidentëve, prej ministrave, pse? Se atje patjetër
ai që thot përkrahëm mu, se unë do të lejoj, do të të mundsoj, dije se ti të kërkoj një pjesë për fesë me lëshu, me elan. Prandaj mos na bëft Allahu xhelle xhelalu për aty që bëjnë lëshime në fe. Ne bëft Allahu xhelle xhelalu të jemi qëndrueshëm. Fe derisa ta kërkojmë Allahu xhelle xhelalu. Vllazni dije se gjithë kjo jetë 80 vite, 100 vite më kalu njeriu. Qëse ke qenë gjinaqar, nxihet fytyra, të merr çastet fundit, 80 vite. Pse me mos që në për atje që 80 vite, 60 vite, 50 vite më kalu, me na ndryshu fytyra, çastet e fundit. I lutë Allahu xhelle xhelalu të ndriçoj fytyrat tona, a din që do të ketë fytyra të ndriçuara. Edhe mos na bëj Allahu xhelle xhelalu për grupin tjetër. I lutë Allahu xhelle xhelalu të bëj për atje që janë të shqetësuar për muslimanët, edhe muslimanët kudo që janë. O Allah triumfoj muslimanët në lindje perëndim. O Allah triumfoj muslimanët tokën e Shamit, tokën في أرض الكنانة في أرض الرافضين في أرض الخراسان أهل سنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في قوقاز وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عطش فاسقهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم نصرك التي وعدت اللهم نصرك التي وعد. اللهم هب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نبفت الله جل جلاله براتيني që kontribuojnë për fenë Allahu xhelle xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Unë them fjalën time, kërkoj falje Allahu xhelle xhelaluhu për mua e për gjithë ju që keni prezantuar këtë mezhlis. Ne bëni halal, ndoshta e keni zgjat, po kënaqësia me ne me vllazni me këto fytyra të ndryshme është shumë e madhe. Allah inshallah e bëft këtë mezhlis ta përmend Allahu xhelle xhelaluhu mezhliset e khairit, ta përkujtojmë ditën e Kiametit, sepse me të vërtetë muslimanët do të bashkohen në ahiret. Edhe do t'i përkujtoj këto mezhlise, do qeshin. I lutem Allahu xhelle xhelaluhu, nëse dikush prej nesh qoftë edhe folsi mund të ketë ardhur, jo për këtë qëllim, por ka ardhur për qëllimin e dunjas. I lutem Allahu xhelle xhelaluhu të mbajë dhe mua prej atij mezhlisi që thot profeti sallallahu alaihi wasallam innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Ato me të vërtetë muslimanë e sinqert janë një popull që në atë mezhlis kur zbret mëshira Allahu xhelle xhelaluhu me i fal, edhe nëse ka qenë një mund të jem unë folsi që po folin këtë mezhlis që nuk ka ardhur për këtë qëllim sinqert, subhanallahu, por ka ardhur për qëllime të tjera, thot Allahu xhelle xhelaluhu qumu maghfur lakum, ngrihuni ja unë va kam fal gjinahet. I lutem Allahu xhelle xhelaluhu na e fal gjinahet në dunja, sepse me të vërtetë xhenetin Allahu xhelle xhelaluhu nuk i vet kulluari. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء.